Zemra e një populli rrihte për dritë dhe liri, lindi një dashuri që nuk u shua kur, dashuria për arsimin. Nuk ishte thjesht një dëshirë për të lexuar apo për të shkruar, po një zjarr për të ndriçuar mendjen dhe për të ringjallur shpirtin e një populli të robëruar. Shqiptarët, që nga lashtësia, kanë treguar një dashuri të thellë për arsimin, duke konsideruar atë si çelës për progresin dhe emancipimin e shoqërisë. Kjo dashuri, ky pasion për dijen dhe diturinë, shfaqet qysh moti në figura të shuara të rilindjes kombëtare shqiptare, si Naum Veçin Haxhi, Sami Frashëri, Naim Frashëri dhe Sevasti Qiliazi, të cilët jo vetëm të shkëlqyen në arsim, po luftuan që atë ta përhapin në masa më të gjëra. Nuk ka këshill më të keqe sa ajo që e shtyp njeriu të mohoj kombin e vet. Do me thanë prindërit, gjysherit, parevisin e vallit dhe të parëve ta. Para e të gjithve njerëzve që e munduar pare i shtur se si të ndihmojnë dhe të shtojnë gjuhën e tyre dhe të mësuarit. Prandaj, duhet të shtrëngohemi fort e të mësojmë, pasi që ne dim që shqiptari e ka një mendje të hollë dhe të prek që në lindje, dhe se pa frikë mund të them. Jo vetëm që mund t'ja arrim, por edhe të shkojmë shumë përpara kombeve të tjera. Shkollat në gjuhën kombëtare janë një domosdoshmëri i çdo programi kombëtar. Në to, brezave të ri, u mësohet ndërgjegja kombëtare, mëson shekujt e tij mitologjik, heroik, politik e fetar. Detyra jonë kryesore është të studiojmë dhe të mësojmë të tjerët. Mendja e një populli është arsimi. Arsimi dhe qytetërimi janë si rrezet e diellit që shkëlqejnë vetëm majat e maleve, por që nga ato rrezet përvetojnë rrugënat e thella, fushat dhe përrejtë. Shërbimin që arsimi bën për vetësimin e një populli, ligji s'mund ta bëjë kurrë. Andaj, zbavitja më e mirë e njeriut është e leximi, ndërsa miku më i afërt është e libri. Nëse do të mbillni për një vit, mbillni misër apo grup. Por, nëse do të mbillni për gjithmonë, mbillni arsim dhe kulturë, ashtu siç kam bërë edhe unë. Kam qëndruar e jam duke përveluar që të hap pakës dritë, natën t'u bëjnë një ditë. Unë jam në mesin tuaj, mos më merrni për të huaj. Ma kënda t'ju bëj mirë, që të mos mbeteni në errësirë. Gruaja duhet e të mësuar më shumë nga burri, se fëmia së pari nga nëna e marrin arsimin dhe mësimet. Gruaja është më me fëmijës, zonjë e shtëpisë dhe e krejt njerëzisë. Motër, pengime dhe trazime të shumta do të kemi në këtë rrugë që kemi nisur, por si një shqiptare trime, të gjitha ke për t'i ka përcyer. Të gjitha ato gra dhe qupa që do të vinë në hijen tënde, frymëzoj me ideale të larta, që brezi ynë të kushtohet nga të gjitha ato virtyte, dashurie, vllazërie dhe atë dashurie.
Jam Sebastian Qirena. Jam shqiptare. Dhe kjo përbën faktin më të rëndësishëm të jetësit. Adje edhe më të rëndësishëm se familje, pasi të qenurit e ndërgjegjshme për të, më vjen pjesë në gjallë të asaj si çfarë duhet të bërë, duke i dhënë kështu qëllimin e jetës. Unë jam pjesë e historisë të shkollës shqipe. Historia e shkollës së parë shqiptare për Basha është si një romancë plot aventure. Është historia e luftës në Rita Rapozzi. Ishte si një rep luguri, e cila pa pritur si magji, u shëndrua në një shtëpi të bukur e të fortë për të zërisur. Shqiptari ka një frym të fortë të ndalë dhe një dëshirë të madhe për arsimin modern. Cili popull të ndonë himnin alfabetit, gjuhës. Ai është simboli shqiptar i ndërgjimit dhe i bashkimit. Një mëngjes, bura e së policit e porta e shkollës ishte ulur dhe po lexonte. Kushte ka mësuar të lexosh shqipe pyeta? Fëmijë tuaj, e dashur thonë një përgjigje ai. Ky burr nxiste dhe moshatarët e thjeshtë të lexonin në gjuhën anëtare. Për ta bërë kombin e fortë dhe të lirë, thoshte ai. Unë, Gjerasimi, e Parashevia, kishim një qëllim, që ta ngrejnë popullin tonë, dhe shkollimit dhe pavarësisë. Të më bukura, arritëm të madhe, dhe shumë vjerë të vete. Kur Ismail Qemali bëri Luiç Gurakuqi ministër të arsimit, një delegat i tha: Ismail Bey, Luiç Gurakuqi nuk e ka vendin në krye të 10-15 mësuesve atë 3-4 shkollave. Ai duhet të ishte së paku ministër i luftës. Duke kuptuar dashamirësinë e tij, Ismail Qemali kështu përgjigj: Luiç Gurakuqi, në krye të gjeneralëve të tij arsimtar, do të luftoj kundër armikut më të rrezikshëm e më të tmerrshëm të popullit tonë, që tash sa shekuj është ulur këmbëkryq në vatrat tona, kundër errësirës dhe kundër padijes. Sepse duhet të dish, mik i dashur, se një kom padije dhe pa arsim është gjysmë i lirë. Pra jo ministër, po kryeministër të luftës e kemi zgjedhur Luiç Gurakuqi. Do të